Që janë këto emisione, më falni, drejt për drejtje? Po. Të kërkoj ndjes. Nuk ka problem. Po, nuk është shtohet një personalitet për t'ja prerë fjalën se erdhi reklam. Pranova ftesën, pa e ditë fare se ku janë, sepse unë qofse e di, do t'a kisha shumë të vështirë që ta pranoja. Qytetit t'i vejë mbar, dua të bëhem fshatar. Të kthejmë të toka, ku është zemra, ku është loçka. Dhe në qofë se nuk do realizoj që të kemë një gjë time në fshat, unë do transferohem qoftë dhe me qëra në fshat. Historia ime me macet është që ato më kanë gjetur mua, sepse me sa duket ato e ndjenjë kush është personi që është i vetmuar. Më erdhi një nga këto 3-4 japshet e sapo lindura, pa pik turbi, në krevat, vjen të më fli mund këtu në fytyrë. I thash, fli, se s'guxojnë burat flen me mua, vjen ti e pa njohur. Për shembull, edhe miza, nuk është kafshë, por është insekt. Ti je në shtëpi, mund t'i zonjë sot një, vjen një mizë dhe të prish gjithë terezin, edhe derisa ta nxjerrësh jashtë, ka nxjerrë jashtë ajo ty. Dashuria ime e parë për kafshët ka qenë dashuria për të pasur një pul kur isha fëmijë. Nuk besoj se ka një punë që s'do ta bëja kurrë, vetëm nëse fizikisht do ta përballoja. Për mua të gjitha llojet e punëve janë të bëshme. Shikoj që janë njerëz me potencial ata që do hyjnë aty, janë individ dhe pjesa më e madhe më sa pash ishin fusha e kulturës. Më duket se u zgjata pak.